Është e qartë tash që pa pas një marrëveshje politike edhe pa u definu se cila parti ose cili subjekt mund të asiguroj shumicën për të krijuar kuvendin edhe qeverinë e Kosovës, nuk mendoj që do të ketë ndonjë rezultat. Ndërsa për kryenitësinë, për mënyrën e udhëheqjes seancës kemi folë shumë. Nëse vazhdon shkelja e njëjtë, atëherë nuk është mirë as për kuvendin, por as për demokracinë, në formën se si po tentohet të imponohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Unë shpeshherë po ndëgjoj këtu në hyrje ose në dalje, gjuha e tyre është kogja agresive, shqetësuese, shpeshherë dhe ofenduese, ndërsa sjellja e tyre brenda sallës është ndryshe, thuajse nuk janë të njëjtit njerëz. Ata duhet t'i thirrin ndërgjegjes edhe përgjithsisht çfarë kanë, duhet të sigurojnë ngjarjet e një deputet, edhe tek atëherë mund të kemi zgjedhjet e kryetarit të kuvendit edhe konstruimin e kuvendit në plotësi. Se nuk po votoni kundër votimit të fshehtë. Në sallë sillen pothuajse janë bashkëpunues me 120 deputetet edhe janë tepër demokrat kështu, ose edhe dashën ta quaj kështu në gjuhën pak më të butë. Po është një ndër format e pjesëmarrjes tonë, është vendim politik, është veprim politik. E kom thënë, po e përsëris, nuk mund të ndrohen rregullat në mes të lojës ose në fund të lojës. Seancat kanë nisur me zgjedhjen e organeve me votim të hapur, zgjedhja e kryetarit, edhe është më shumë demokratike dhe imponimi mund të jetë jo demokratik, forma se si po dëshirojnë tash ta trajtojnë me vot për, kundër apo votën e msheft në këtë kuptim.